Koalicioni Vlen mbetet me 3 parti, pasi vendimi djeshëm i Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, për të dalë në zgjedhjet lokale me listat e veçanta, ka bërë që 3 liderët e mbetur ta shpallin kreun e Aleancës për Shqiptarët të vetë përjashtuar. Njëri ndër krerët e Vlenit, Izet Megjiti, pas mbledhjes së koalicionit, tha se në momentin kur Taravari ka sjell vendim në mënyrë unanime, pa konsultuar me partitë e tjera të koalicionit, ai është vetë përjashtuar nga koalicioni. Pavarësisht të gjithë kësaj, Megjiti tha se koalicioni Vlen në zgjedhjet lokale do të garojë me listat e përbashkëta për këshilltar dhe me kandidatë të përbashkët për kryetar të komunave. Koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi për të dalë në zgjedhje me lista të ndara për këshilltar, kur ajo ishte një temë e absolvuar në Vlen, nuk është i bazuar as në qëndrimet e bazës, as në opinionet e votuesit të ASH-s, e as në sondazhe të paanshme. Ky është një vendim i marrë për interesa të BDI-s, të cilët publiku do t'i kuptojë shumë shpejt dhe për të cilët zoti Taravari do duhet të jep shpjegime përpara shqiptarëve, por edhe para votuesve të Vlenit. Ndërkaq, i pyetur se a do ta përkrajnë në ndonjë komunë Taravarin, Megjiti nuk u përmbajt as pak për ish bashkëpartnerin e tij, me të cilin në zgjedhjet e fundit të para një viti garuan së bashku në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Mendoj që edhe zoti Taravari më nuk e di çka flet. Mendoj nuk ka praktik në Maqedoni, pra të dash me kandidaturë dhe dikun të bashkëpunosh me BDI-n, dikun të bashkëpunosh me Vlenin, dikun me Vëmaron, dikun me LSDM, ndoshta edhe me Levicën, kjo është më qesharake, jo serioze, dhe mendoj që këtu duhet më të flet antarësia e Aleancës për Shqiptarët, jo zoti Taravari. Duke folur për Taravarin, Megjiti tha se ai dëshiron të luajë rolin e viktimës dhe tha se ai vetëm nuk mundet të fitojë asnjë komunë, ndërsa u bëri thirrje votuesve të ASH-s që të distancohen, siç tha ai, nga politika përçarëse e Taravarit. Ka disa javë që ka filluar debati publik mes krerëve të Vlenit, herë mes Megjitit dhe Taravarit, e herë mes Bilal Kasamit dhe Taravarit. Kujtojmë se koalicioni Vlen u formua një vit më parë dhe garuan së bashku në zgjedhjet e fundit.